Allah, 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 Allah. Po, Okay. Normal që ne dim që namazi vitrit është namazi që i përmbledh krejt namazet ditore, falet tek, ne falim 3 vatona, falim 3 reqat, ajo ma njofshme, do të thënë që falim 3 reqat, dhe falet mas namazit e yatsis. Tani problemi është këtu që ka njerëz për shkakun që duan të falin edhe namaz natë. Duan të falin namaz natë dhe thotë unë kam fal yatsin, a bën të fal namaz natë. Sipas mendimeve dietarëve, pa problem e fale namazin e natës, edhe nëse e ke fal vitrin. Domethënë se ka njerëz që e falin vitrin pikërisht frikë se thotë mundet ngrehem, mundet mos ngrehem. Atëherë më mirë për siguri e fal namazin e vitrit. Nëse e ke fal namazin e vitrit mas yatsis dhe del gjumi natë dhe do të falesh namaz natë, a lejohet? E kanë leju dietarët, e kanë leju, mirë po vitër tjetër mos fal, ti e ke fal një herë vitrin. Sepse ka njerëz që falin edhe një vitër tjetër mas namazit të natës. Jo, nëse ti e ke fal namazin e vitrit mas yatsis dhe të ka dalë gjumi natë, falsh namaz natë, sa dush, 2, 4, 6 reqat, sa dush ti, namaz vitër tjetër mas jo. Pse? Sepse profeti alayhi salatu wassalam ka thënë la witren, nuk ka 2 vitra. Nuk ka 2 vitra. Domethënë, nëse ndodh ajo që the që e kam fal vitrin, mirë po më ka dalë gjumi dhe kam kohë me fal namaz natë, sepse nuk ka hyrë namazi sabahut akoma, atëherë në rregull, je me lejen e Allahut subhanahu xhella xhelal. Pavarësisht se është e preferueshme që të lehet namazi vitrit, të lehet namazi më mas këtë namazeve, mirë por nëse ndodh kjo që përmenda më lart, lirisht e fal namazin e natës, sado që e ke fal namazin e vitrit mas yatsis, mirë po të kesh kujdes që mos falësh më vitër tjetër, sepse një herë ke fal vitrin, siç e përmenda pas të thënies profetit alayhis salam, la witrein, nuk ka 2 vitra. Si do not, po do ketë përgjegjësi për Allahut subhanahu xhella xhelalu. Një Kurani çdo gjëna hafızllëkun kur e bën. Domethënë çdo pjesë Kuranit që mësohet dhe harrohet ka përgjegjësi njeriu. Tani qysh tek ajo nuk mund të hyr në ato detaje. Mirë po, nuk është mirë me mësu përmendje dhe me elan, sepse është kollaj ndoshta ta mësosh, ama është shumë zor të ta mbash. Pse them është zor ta mbash? Jo se është zor me mbajt Kuranin, se Zoti e ka letu Kuranin me mësu. Mirë po njeri duhet të jetë a di që e ke amanet. E ke mësu dhe duhet gjithë jetës tënde ta përsërisësh Kuranin. Subhanallah, Kurani është fjala e Zotit, e cila nëse e lën të lën, nëse nuk e lexon, nëse nuk e përsëritën, dije se ka më të lanë. Ka raste të tilla për shembull që ka njerëz me mua që nuk lexojnë Kur'an. Provoje. Nëse nuk po them ta provosh. Nëse ti lexon shpesh Kur'anin, nuk po them me provu. Mirë po, ka raste të tilla që njerëzit nuk lexojnë me mua Kur'an. Ndoshta Ramazan për Ramazan lexojnë Kur'an dhe kanë shumë të zorshëm leximin e Kur'anit. Personi i cili lexon vazhdimisht, non-stop lexon çdo ditë Kur'an, ai ka më të rrjedhshëm leximin e Kur'anit. Ama nëse personi e lën leximin e Kur'anit, dije se ai ka më të rëndë. Domethënë Allahu subhanahu xhelalu ja rëndon, pse? Sepse ti e ke neglizhu Kur'anin. Kishim një profesoresh të mësimit të Kur'anit në universitet, edhe subhanallah, kur ishte pjesa e mësimit, domethënë ushtrimit të leximit të Kur'anit, ajo më njëherë i diktonte kush ka lexu dhe kush nuk ka lexu Kur'an. Kush lexon shpesh dhe kush nuk lexon shpesh. Më njëherë i diktonte gjatë leximit të Kur'anit. Kështu që përgjegjësia është e madhe para Allahut subhanahu xhelalu dhe nuk është kollaj.
atë përgjegjësi, derisa kemi përgjegjësi, do kemi edhe llogari për atë madhit Zot për Kur'anin pse e kemi mësu, përmendësh dhe e kemi harru. Jo pse e kemi mësu, ama pse e kemi harru Kur'anin. Normal. Do të thotë që shikoj, vjen me mendimin atil që mos e bëj dhikrin ti se të shohin shoqet, kolegët, se do thonë, ja kjo. Bëj me dhikrin ti. Do shta e dhikri jote ja përmend, do të thonë e bërja e dhikrit tëm se s'mendon në këtë lloj forme tjetër. Kthej në formë tjetër, ndoshta e dhikri jot që ti e bën, ja përmend tjetrit me e përmend Allahun. Për shembull, je në autobus ose je në dikun që je duke udhëtu. Ka raste të tilla subhanallah, po ka raste na ka ndodhur edhe vet. Për zotin na ka ndodhur raste të tilla që kemi qenë në furgon për shembull, ose në kombi. Dhe ke hyp të shkosh, ke punët e tuaja, obligimet e tuaja, dhe ka hyp një mosh, një plak më në mosh, dhe është ula afër, dhe ajo non stop gjatë rrugës thot la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. E thot shahadetin. Do thon ty ta kujton. Do thon jo, tash unë nuk e shikoj atë pse ajo është duke bë, ajo shet mend tani, jo. Ajo boft hajër pse ja kujton edhe tjerëve. Hypen në autobus ose hypen flasim varësisht vendit. Varësisht vendit, sepse ke vend për shembull ti nuk mundesh në ato vendet e juaja që jeni pak më ndryshe, no, flas varësisht vendit.